Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka folur për mediat në lidhje me vizitën e tij në Bruksel gjatë forumit të Bashkimit Demokrat. Berisha shpreh se vizita e tij ishte për të denoncuar farsën elektorale. Denoncimi i farsës më të shëmtuar elektorale të 34 viteve të fundit, farsës së zgjedhjeve të 11 maj 2025. Gjatë 2 ditëve të qëndrimit tim në Bruksel, me datën 15 dhe 16, unë pata takime intensive me drejtuesit më kryesor, takova europarlamentar me interesa për proceset elektorale në Shqipëri, për zhvillimin e proceseve elektorale në Shqipëri. Kryedemokrati tha se bonusi i pensionistëve ishte blerje e votës së tyre nga qeveria. Unë njoha bashkëbiseduesit e mi me vjedhjen e madhe të haptë dhe publike të votës së qytetarëve shqiptar nga narkodiktatori Edi Rama, dhe në këtë aspekt u paraqiten vendimet e qeverisë për bonusin famoz 100 euro për vot për çdo pensionist, vendimi i qeverisë për të falë 200 milion euro. Një mesazh Berisha dhe kishte edhe për ambasadat.